Tani do të flasim për arsimin dual në Kosovë, ndërtimin e një fuqie punëtore të kualifikuar për tregun e së ardhmes. Dhe për të folur më shumë për këtë e kemi Edona Lahi nga GIZ, Edona Lahi, menaxhere e programit për arsim dhe aftësim profesional. Edona, përshëndetje, kam knatësinë me të pasur sot në PR Zone. Përshëndetje Fiona, faleminderit për ftesën edhe unë kam knatësinë me marr pjesë. Tregom se po kalon sot në summit. Mirë, shumë mirë po kaloj, shumë interesant. Bashkë me jo me kolegë, jo me përshëndetje praktikës profesionale, trajnerave që janë që mbikëqyrin mësimin dual në shkolla, jo me kolegët e GIZ-it, me kolegë tjerë konsulenta që janë të angazhuar në implementimin e arsimit dual. Kështu që shumë mirë. Si do ta shpjegonit më saktësisht ose më shkurtimisht, do të thoja çka është arsimi dual dhe pse është kaq i rëndësishëm për tregun e punës sot, sidomos tek ne? Tash arsimi dual është një format i mësimit i cili është zhvilluar viteve të fundit, më saktësisht ka filluar prej vitit 2022, që ka të bëjë me marrjen e shkallësive apo mësimdhënien që bëhet një pjesa teorike bëhet në shkollë, kurse pjesa e praktikës profesionale bëhet nëpër kompani. Ku nxënësat e shkollave profesionale rreth minimum 50% kohës e kalojnë nëpër kompani, duke i marrë shkallësitë e tura profesionale, kurse pjesën tjetër e kalojnë nëpër shkolla për teori profesionale. Po ashtu, ndoshta mund të vazhdu pak me tregu çka është dallimi me formatin. Nxënësat që janë të angazhuar që përcjellin arsimin dual, janë nxënësat paguhen gjithashtu, kanë kontratë me kompani. Pra nuk shkojnë vetëm si praktik, por edhe si pjesë e pune që mundson një varr lloje përkushtimi më të madh, më të mirë, po edhe për anës kompanisë, e cila i merr më me përkushtim, më me seriozitet edhe i trajton si punëtor të ardhshëm të saj. Pra kjo është dallimi që shkollëmi po me formatet e përpashme që kanë qenë mësimin e vendin e punës. Si ka qenë roli konkret i GIZ në mbështetjen e shkollave profesionale në Kosovë për me zbatu këtë model? Roli i GIZ-it është, ne jemi të përfshirë në arsimin dhe aftësimin profesional që prej se ekziston GIZ-i në Kosovë. Mirë, po konkretisht me fillimet e mësimit, trajnimit nëpër kompani apo praktikës profesionale në kompani, ne kemi filluar përkrahjen në mësimin në vendin e punës. Në vitin 2017 janë fillet e para, kurse me mësimi dual ose arsimi dual, si i themi në zyrtarisht tani, ka filluar në vitin 2022 me 4 profile. Dhe pastaj është zgjeruar në 12 profile dhe tani kemi 16 profile, 15 realisht janë të zbatu, kurse ne jemi kyç, GIZ-i është kyç me njëherë në përkrahjen e zbatimit të arsimit dual me mbështetje për zhvillimin e kurikulave të këtyre profileve, planeve profesionale me kompani, pra planin e praktikës profesionale në kompani. Gjithashtu ne kemi organizuar edhe trajnimin si të mësimdhënësve të praktikës profesionale dhe të punëtorëve që punojnë nëpër shkolla për zbatimin e këtij formati. Po ashtu ne jemi duke punuar dhe kemi punuar në hartimin e programeve për trajnimin e trajnerëve nëpër kompani. Se edhe në pjesën e kompanisë janë instruktorë dhe trajnerë të cilët kanë për detyrë mbikëqyrjen e nxënësave. Pra edhe këtë pjesë jemi kujdesshëm me ofru trajnime. Po ashtu kemi zhvilluar krejt dokumentacionin udhëzues për implementim, udhëzues për certifikim dhe vlerësim të nxënësave e kështu me radhë. Sa parin në ky sistem arsimi dual me lidh arsimin me nevojat reale të bizneseve dhe cilët sektor po përfitojnë më shumë? Realisht, arsimi dual është si rrjedhojë e kërkesave të tregut punës për fuqi punëtore të kualifikuar. Pra bizneset e kanë kuptuar që duhet shumë herët me fillu me investu në fuqinë e vet punëtore dhe kemi marrë modelet që janë suksesshme, modeli gjerman i arsimit dual, ku shumë herët kompania ka qasje në faktikisht nxënësat janë të moshës 15 vjeçare dhe prej atij momenti ata fillojnë të formsu fuqinë e vet punëtore. Dhe kanë kulturë punës në moshë të mëdha. Nxënësi shumë shpejt e gjen rrugën e vet, e gjen profesionin e vet, edhe ka mundësi që pas 3 vjetë të punësohet. Se shumica prej këtyre nxënësave edhe ju ofrohet një kontratë pune me kompanitë në të cilat ata janë duke bë praktikën. Cilat janë sfidat kryesore me implementu këtë sistem në Kosovë? Ka sfida, ndoshta
po shkoj me hierarhi të sfidave. Një prej sfidave kryesore momentalisht që e konsideroj ndoshta tjerë kanë mendojnë ndryshe, është edhe korniza ligjore për rregullimin e sistemit dual. Ne kemi fillu me implementim, mirë po nuk jemi vonë me krijimin e infrastrukturës ligjore, domethënë ligji është në rishikim, mirë po ende duhet të kalojnë për kuvend dhe kështu me radhë. Pastaj aktet nënligjore, të cilat saktësisht do ta rregullojnë dhe do të sqarojnë shumë paqartësi që janë rreth përgjegjësive të palëve të ndryshme në këtë sistem. Pra kjo është një prej sfidave, por sfida tjera janë edhe buxheti, prap financimi i arsimit dual. Momentalisht kemi vetëm sektori privat që i paguajnë nxënësat, mirë po një pjesë e kostove të cilat janë të lidhura me këtë format mbulon pak nga donatorët, pak nga vetë mësimdhënësit, pak nga nxënësi, nga prindi, kështu që gjithë kjo duhet të mendohet në të ardhmen se si të rregullohet financimi i këtij sistemi. Po edhe trajnimi i duhur ka ende shumë nevojë për trajnim të trajnerëve nëpër kompani të cilët i mikëshyrin nxënësat, po edhe të mësimdhënësve që në mënyrë që të sigurohet një cilësi më e lartë e këtij mësimdhënies apo krijimit të shkatësive që të duhura për tregun e punës. Një këshill për ata të rinj që po mendojnë me fillu rrugën e tyre profesionale, por po e konsiderojnë njëkohësisht edhe arsimin dual. Çka do t'ju thojë atyre? Për të rit, arsimi dual është një rrugë e shpejtë, e drejtë, shumë e pa mbakthesa për një karrierë jetësore të qëndrueshme. Arsimi dual pas 3 vjetë shkollim ju mundson një kontratë pune. Ju mundson që nëse ata kanë një interesim për një zanat, për një profesion, nëse e kanë pasion, ata mundën shumë shpejt të kyçen atë profesion, edhe me një moshë shumë të re, fillojnë rrugën drejt mjeshtrisë të atij zanati, duke u pagu për atë punë, duke kriju të mira materiale si për familjen, për vetëm për familjen e vet, po edhe për shoqërinë. Edhe pse ju me ndihmu edhe në vendimarrje, është kjo punë për mua ose jo, ose ky profesion është për mua ose jo? Patjetër, është një rrugë shumë e shpejtë edhe e drejtë. Shpesh ka ndodhur në Kosovë që vonë kemi kuptuar që një punë e caktuar, një fakultet i caktuar nuk është e vërtetë. Kjo ju mundson të rrihet shpejt brendalisht me gjetë rrugën e vet, me gjetë veten, që është shumë e dobishme edhe për shoqërinë dhe për ekonominë. Ekonomia bëhet më konkurruese, kompanitë janë më produktive se kanë e formsojnë vetë fuqinë e vet punëtorit që ju duhet, me shkatësitë e dhura, me shkatësitë më të reja të tregut, kështu që është një win-win, secili përfiton prej këtij formati. Faleminderit Dona, shumë ishte kënaqësi. Faleminderit edhe për jush.